I dashur publik, të dashurën bashkëkombës shqiptar të nderuar, e ju që doni me ditë të vërtetën pa pardon, edhe atëherë kur është e dëmshme për të gjithëni. Në rend parë, dua edhe njëherë të vazhdoj t'ju bëj apelin abonoheni me pagesë te Kronikat e Barutit, sepse është e vetmja mënyrë që ne financohemi, pra nga ju lexuesi. Duke qenë se jemi e vetmja media shqiptare që shkruan shqip, edhe e ka për detyrë të strategjive editoriale me mbrojt të vërtetën, me mbrojt historinë tonë, me pastru të keqen nga e mira dhe anasjelltas, edhe me ditë ku e ka i kemi çadrat e qysh po shkojmë përpara. Gjithashtu, strategjia jonë editoriale është për me mbrojt sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës, me mbrojt dinjitetin e kombit dhe historisë tonë, dinjitetin e herojt të rënë për liri, përballë pleçkitësit që përpiqet me përfitu në emër dhe gjakun e herojve tanë të rënë për lirinë tonë. I lutem shumë, vazhdoni të bëheni abonent me pagesë te Kronikat e Barutit, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ne mundemi me vazhdu me kry punën e duhur për kombin tonë, me tregu të vërtetën edhe me mbrojt vendin tonë. Veç deshta me ju adresu disa individëve të cilët me zhurmë po vinë sa herë që po botoj një artikull që ka të bëj me atë të vërtet të hidhën tonën, po më thojnë ti e gjak serbi, e ti e serb, e ty të pas ka pagu Serbia. Jo zotni, nuk m'ka pagu Serbia, as nuk jam gjak serbi, as nuk jam serb. Jem shqiptar me plot kuptimin e fjalës. Mu më pagun lexuesit e mi, më pagun mundi jem edhe puna jem e dinjitetshme që bëj tash 20 vjet si reporter lufte, që punoj me mediat më të mëdha të botës, që të tillët sikur ju as nuk mundeni me ndrru me i lexu këto media, fatkeqësisht e lëre mo me punu me tu. Tash, duke qenë se unë kam përfitu njohuri të jashtëzakonshme profesionale gjatë përvojës sime 20 vjeçare, unë jam duke i përdorur ato aftësi profesionale për me ndihmu kombin tem, popullin tem, me pa të vërtetën, me njohë të vërtetën, dhe atëherë kur ajo është e dhimbshme, sepse vetëm nëpërmjet të vërtetës ne mund të shkojmë përpara. E juve të cilët po mundoheni me mqit mun hijen e zezë të gjakut serb ose pagesave prej Serbisë, për shkak që po shkruaj për të vërtetën, pyetja jem ndaj juve të cilët ju duhet t'i përgjigjeni vetës dhe fëmijëve tuaj dhe familjes tuaj dhe fisit tuaj është kjo. A jam unë, gjak serbi e spioni Serbisë, që po shkruan për të vërtetën dhe faktin për t'ju tregu krejt kombit se kush i vrau luftëtarët e lirisë, kush i vrau kolonelet tanë, kush i vrau gazetarët tanë, kush i vrau politikanët tanë, apo jeni ju, gjak serbi e spion të Serbisë për budallakit tuaja, të cilët po vini e po mshani mu pa lidhje në mbrojtje të atyne që dyshohen dokumentueshëm se i kanë vra luftëtarët e lirisë, se i kanë vra gazetarët tanë, se i kanë vra politikanët tanë, se e kanë plaçkit fondin çlirimtar, se e kanë plaçkit popullin nga mundësia për të qenë të lirë, se e kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet dhe se e kanë instalu Serbinë në Kosovë për 20 vjet. Përgjigjuni kësaj pyetje, jo me mu, nuk keni nevojë me mashkru mu përgjigjen, po shkruani këtë përgjigje vetës tuaj. Vetës tuaj shkruani dhe përgjigjuni fëmijëve tuaj me të cilët ju keni me u përballë një ditë lidhur me këto veprime tuaja të pahishme, të magarllëqeve tuaja që po i sorollasni në rrjetet sociale. Aq më tepër është interesant që nëse ju po besojshi kaq fort që unë pas kam gabim, pse nuk po vini me profilet tuaja të vërteta për me mbrojt atë që ju e besoni? Po çka bëni? Shkoni ja u vjedhni njerëzve fotografitë e fëmijëve
tyne që i kanë postu në Facebook, i bëni fotografi profili, edhe me që ato profile vini e shani, gjoja ju po beseshin diçka. More pisa, more njerëz të shkretët pa ditun. Disa për juve, ma dje që vini edhe me profile tuaja, pa turpnisht, mundoheni me argumentu kundër gjetjeve tona hullumtuese, edhe kur dukeni qartë se nuk keni lexu asgjë, kur po ju pyesën e juve, a e ke lexu artikullin, ju po thoni jo, se s'ka nevojë me lexu, se po ditka që domethënë koka gabim. Qash ju kokni të meqëm sa që po mujshi me marrë vesh artikulli çka shkruhet pa e lexu heqa? Inshallah po pështoni. Pe vetës tuaj. Se unë sen s'kam çka më bo me juve. Unë veç ju shoh budallakin tuaj edhe qysh dikush ja ka marrë trunin me qira. Me apo pa dëshirën tuaj. Gjithsesi, po e mbyll me kaq për sot. Faleminderit shumë i dashur publik për vëmendjen tuaj. Unë ndihem jashtëzakonisht i privilegjuar që e gëzoj privilegjin e besueshmërisë më shumë se 17 milion lexuese, të cilët e shfletojnë postimet e mia në Facebook brenda muajit. Minimum 17 milion lexime. Minimum 5 milion njerëz shpenzojnë më shumë se 5 minuta në videot të cilat unë i postoj në një përpjekje për ta ndihmuar publikun për me kuptuar se çka po ndodh në vendin tonë. Ky është një privilegj i jashtëzakonshëm, është një nder i jashtëzakonshëm dhe unë ju betohem i dashur publik se do t'i qëndroj besnik etikës profesionale dhe standardit të së vërtetës dhe objektivitetit gazetaresk, denjësisht dhe përjetësisht asnjëherë nuk hamendem në atë që besoj, asnjëherë nuk hamendem me i rap i shmën e me ju tregu e me ju kërku falje në rast se gjej gabime ku kam gabu. Sepse gabimet janë njerëzore edhe krejt është në rregull, është keq që gabojmë nëse gabojmë, mi po krejt në rregull është me kërku falje edhe me i tregu publikut ku kena gabu, pse kena gabu, nëse kena gabu. Po ne dim që ne nuk publikojmë asgjë pa e verifikuar dhe vërtetuar. Prandaj, të gjithë ju që po vini më sulmoni mua, është e kuptueshme pse më sulmoni mua, sepse nuk mund ta sulmoni të vërtetën. E krejt çka metët është me qit balt prej gojës tuaj të ndyrë, mo përpjek me sulmu integritetin tam, i cili është po aq i paprekshëm sa dhe vërteta që ne e shkruajmë. Se ju nuk e keni pas shansën as rrjetet tuaja kriminale që shërbeni, asnjëherë, as me më korruptu, as me më shti magarllëqeve tuaja, pislëqeve tuaja, e as me e fitu besnikërinë time. Kështu që lani durt, fshini opangat edhe ecni ka dëni, e thuni çka dëni se kot i keni. Edhe njëherë, privilegj i jashtëzakonshëm e i nderuar që publiku shumic në këtë vend e kudo që janë shqiptar më besojnë mua, sepse unë ju a them të vërtetën e faktuar dhe të dokumentuar. Qofshim e shnet e mos harroni, abonohuni me kronikat e Barutit, sepse aty vjen e vërteta e barotin që ne kemi është për me djeg gënjeshtrën që krejt këta po e thojnë dhe e kanë thonë për tash e 27 vjet. Kjo po ju djeg. Dhe ne nuk do të ndalemi. Jo sepse kemi ndonjë natë për ta, por sepse duhet ta hedhim dritën mbi të vërtetën. Qofshim e shnet i dashur publik, e shihemi në raste tjera.